Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Shokuese. Pas divorcit, Neda Balluku kërkon urdhër mbrojtje nga Ogreni. Ndarja e moderatores Neda Balluku nga bashkëshorti i saj Ogren Balluku ka rikthyer sërish vëmendjen e publikut, këtë herë për shkak të detajeve të reja që po dalin në dritë pas divorcit. Sipas burimeve, pas përfundimit të martesës 10 vjeçare, Neda ka kërkuar urdhër mbrojtje ndaj ish bashkëshortit, çka lë të kuptohet se ndarja nuk ka qenë as pak e qetë. Historia e çiftit ka nisur që në 2010 gjatë edicionit të 4 të Bigut, ku të dy morën pjesë si konkurrent. Lidhja e tyre u shndërua shumë shpejt në një nga romancat më të komentuara të kohës, ndërsa në vitin 2015 ata kurorëzuan dashurinë në martesë. Nga kjo lidhje kanë ardhur në jetë dy djem, Serge dhe Zai, gjithashtu dhe vajza Suzian. Në daljen e parë publike pas ndarjes, moderatorja pranoi se marrëdhënia e tyre kishte kaluar prej vitesh në kriza të përsëritura. Ajo zbuloi se një situatë e ngjashme kishte ndodhur edhe në 2020-ën, por në atë kohë kishin vendosur të qëndronin bashkë për hir të familjes. E pyetur nëse vendimi për divorc u mor duke menduar për veten apo për fëmijët, ajo theksoi se prioritet absolut kanë qenë gjithmonë fëmijët e saj.